Dhe nuk mundet ne të pranojmë nga PS dhe nga PD-ja dhe nga partitë të tjera që me të njëjtat figura, të cilët janë edhe figura që kanë pothuajse probleme për mendimin tim, si do bësh opozit atit kur ti familjari jot punon atë vend, se jam dakord me ty, do të bësh opozit, bëj një opozit, po ofendos një person që nuk është në pegmarrje. Sa ai është në një formë pegmarrje. Të artikulosh një letër, thjesht me fjalë të përgjithshme, dhe banda krimi, nga mjes deri në darkë, e kupton? Nuk jep shpresë qytetarëve, se thot, po ky që ka kriminal, ti që ke 100 vjet pa ardhur në pushtet, normalisht më keq se ky kriminali do jesh në logjikën e njerëzve. Nuk bëjmë kështu. Unë e di shumë mirë që këta e kanë të vështirë të largohen nga puna. E di pse e kanë të vështirë të largohen nga puna, sepse janë të papunë, pastaj ku do shkojnë? Jam më gjeti mua ti vendi ku do shkojnë ata në punë. S'ka. Pse Partia Demokratike ka disa zëra kundër, ne shohim janë krijuar disa fraksione, është zoti Bardhi që ka një fraksion, zoti Gjekmarkaj është i pakënaqur, po ashtu edhe zoti Saljani ka shprehur hapur pakënaqësitë me një lëvizje në shtator që ai ka thënë se do ta nisë për të rikthyer Partinë Demokratike të fortë si dikur, thot ai, a mundet që këto energji të amplifikohen në një energji të vetme, apo këto përçarje do të thellojnë akoma më shumë krizën brenda Partisë Demokratike? Po nuk kam më përçarje në Partinë Demokratike, nuk e kuptoj ku e keni gjetë përçarjen. Partia Demokratike tani nuk ka përçarje, ka thjesht. Zoti Saljani ka ikur nga Partia Demokratike, nuk ka mbajtur qëndrimin që unë do jem Partia Demokratike brenda rregullave të Partisë Demokratike. Pretendon se ka një numër të saktuar të elektoratit të Partisë Demokratike, madje thot kam shumicën. Atë të shkoj te kutia e votimit, ta provoj dhe ta shikoj. Po te zoti Saljani më erdhi keq diçka që kur ai ishte i burgosur politik, me njëherë, për shkak se mori një iniciativë, u vendos tradhtar i partisë. Kjo është gjë e keqe, kupton? Tani a ka shumicën apo pakicën, të shkojë në zgjedhje lokale, të matet aty, të bëj një forum politik që është më bë, të shkojë të kandidojë dhe ta provoj veten e tij, a ka elektorat apo nuk ka. Por a ka fraksione Partia Demokratike? Përheshtura po deklarim si del asnjëri Berishës kundër. Shiko, kur nuk i dolën këta kundër Berishës në kohën kur ishte Basha, dhe i dolën kur Berisha filloi duke marrë iniciativa, pra, do të bëj një pyetje shumë të thjeshtë ty dhe popullit që na ndjek. Kur ke pa ti një deputet në Republikën e Shqipërisë në karrike, mirë, të jetë në karrike, dhe të jetë rikonfirmuar po në atë detyrë, e të ketë dalë vazhdimisht kundër kryetarit të tij. Njep një model. S'ka. Po do t'jap një model nga PS që bën sikur po bën diçka, është braçë, po ai nuk bën asgjë, është thjesht kot sa për me sy e faq që hajde flet ai se s'ka ç'a të bëj. Rama se nuk e ndalon sepse ai ato do thotë, s'ka nuk e ndryshon, se ai çfarë ndodh, për shembull te braçë ka një gjë shumë të bukur, po asnjëherë s'e ka kuptuar. Braçë për shembull del në rrugë edhe na tregon papastërtinë e Bashkisë së Tiranës. Jam shumë dakord. Po Bashkinë e Tiranës, duke përjashtu viteve që ka qeverisë Partia Demokratike, braçë na fakton që po i bën der partive tjera, që të tregoj që sa keq qeverisje lokale po e qendrore ka Partia Socialiste ndër vite në Shqipëri. Dhe kemi braçën që bë xhiro nëpër Tiranë edhe na e fakton. Kjo është as në mëng. PD-ja nuk e bën këtë gjë. Dali PD-ja të na faktoj keq qeverisjen vendore të Partisë Socialiste. Bën kofushate. Po e pa mjaftueshme, po braçë e bën këtë gjë. Çfarë? Na fakton që tallemi me popullin shqiptar të Tiranës dhe në përgjithësi në gjithë vendet e tjera, pra të bashkive të tjera, dhe braçë e bën këtë gjë. Po nuk tregon braçën një gjë tjetër përveç asaj të thjesht të mbajtës si një qendrim. Pra, nuk ka në politikën shqiptare një person që të dali në atë moment. Pra, rasti Saljani është një rast shumë i bukur, sepse ai u fut në burg nga regjimi i Edi Ramës, vetëm kam thënë, se kam thënë unë them nga drejtësia e manipuluar e Edi Ramës, dhe sa po doli dhe filloi duke ngrejt kokë, çai bërën këta? E pushkatuan. Tani, më fal, bëj një pyetje.
a jemi brenda PD-s në kohën e 1944-1990, ku sa dile kundër partisë të pushkatonin dhe të qushin tradhtar? Pikrisht e Saljani kështu ja bërën. A e meriton Saljani? Unë mund të them po e meriton, se ka bërë gabim në strategjinë e tij. Por ama, a ishte e drejtë kjo që bërë një parti që ka vlera demokratike? Jo, nuk ishte e drejtë. E korrigjon dot. Po kur ke Flamur Nokën aty brenda, kur ke Albana Vokshën aty, kur ke aty njerëz të cilët nuk ka thënë njëri puna marrë në aspektin politik, që kanë lënë atë parti nga në opozit, edhe thënë që fajnë pas ka Edi Rama, se Edi Rama i pas ka marrë të gjitha pushtetet. Më fal, dogja unë mandatet edhe urova edhe pushtetin lokal, edhe pushtetin qendror Edi Ramës? Dogja unë? Jo. Kush i dogje? Ata që thënë po ikën ata nga politika, Edi Rama doli në pushtet. Ore ju ikët nga politika dhe Edi Rama qëndroi në pushtet. Pse s'keni mbajt përgjegjësi për djegjen e mandateve? Flamur Noka i parë. Edhe Sali Berisha, Vokshi, Paloka, ai dogjët sepse këta ishin mashtruar, e kupton? Vetëm këta mashtrohen. Të gjithë ne të tjerë nuk mashtrohen, dhe këta mashtrohen. Dogje mandatet zotëri. Po, mba përgjegjësi se Edi Rama të qëndroi aty. Nuk more pjesë në zgjedhjet lokale. Mba përgjegjësi zotëri, sepse për shkak se nuk more zgjedhjet lokale pjesë, ai të mori gjithë atë hapësirën që kishte ti në zgjedhjet lokale si parti politike. Këto janë kosto. Çfarë fraksione më thua ti? Ka fraksione Partia Demokratike? Nuk ekziston fraksion në Partinë Demokratike. Nesër të dali Berisha të thotë digjen mandatet, prap këta të njëjtat figura do të djegin mandatet. Justifikimi dikush është. Po ne i dogjëm për sakrificën e popullit dhe këto me radhë. Pse populli ka fajin kur ti i dogje edhe nuk të erdhi rezultati i pritshëm, sepse ndigjoje ambasador djathtas majtas që ju mashtronin nga mesi deri në darkë, marrën punën ambasador, merr lekët e vet. Ore, ku ke pati ambasador të mbroj opozitën? Më gjej një. Ore, ambasadori, a zgjidhet nga qeveria që është në pushtet? Ti ke pa që qeveri që janë në pushtet? Mirë, ke pa punën për opozitat? Si për shembull, qeveria aty të vendit aty punoi për veten e tij që të shkojë në opozit. A ka logjik kjo gjë më? Këta do vi ambasadori amerikan, do thënë do vi ky të na i rregulloj gjërat, a kupton tani? Pra, se kjo tregon që ne që kemi të paaft politikisht. Është si më i thon ti komshiut, hajde ti më rregullon shtëpinë dhe komandoj shtëpinë time. Kjo quhet paaftësi, nuk e di a kanë ndonjë person që i thot komshiut, hajde më drejto shtëpinë time. Në politikën shqiptare shkon. Do vi ambasadori amerikan, do ta heqim në ngradën, po mirë, do vi se do bëjmë qeveri teknike, jo se ai do t'i imponohet Edi Ramës. Zotri, ti dogje mandatet, zotri. Kisha ambasador, të atë erdhi Juri Kime dhe të bërë çarap. Pse nuk erdhi në pushtet në 2021? Mi pse nuk erdhi në 2025? Edhe ti pret tani të vi një ambasador që të bëhet ndryshimi i pushtetit dhe kështu gjëra. Unë se besoj këtë gjë, po gjithsesi shqiptarët janë mësuar që qeverisë nga njerëz të cilët për mendimin tim janë të paaft, po nuk e rregulluan situatën brenda vendit vet. Unë prandaj zgjedh qeverinë, ë?